Jo për atë ti e shfrytëzon për vete, jo për atë. Po për vete pra. Si do me të? Ky orë, si mor, si. Për veten e vetë, mëse nuk është se po e shfrytëzon. Si more, si. Po dhe ajo... Si more, si. Ajo që po bëjtë, një të gjë. Jo, ata janë të deleguar të flasin për ty, prit. Se unë me ty jam në rregull, prit tani të sjaroj këta. Po për ty s'jam në rregull, mo. Duhet ta nxjerrë jashtë atë përbërjen. Tani ti me që ti ju na erdhët me një histori dhe i punuat një reng Gertës. Dhe Gerta të nesër një mendoj dhe tha jo është 1-0 për mua. Kjo historia juaj që na qenë kjo është shok dhe gënyet njerëzit në prajmin e parë që nuk njiheshit, ju bën kështu të qelibar? Po flas me Jozin, mos vërtit ande, unë me ty jam sjaruar, po flas me Jozin. Që 3 vjetë Ministri Kulturës. Nuk ndroj vajzat në shtratu si puna jote. As i shoj në krizë nervore të dalin nga shtëpia. Hajde tani, hec. Se ti ai që duhet kishe dal me atë vajzën. Nga pas. Ministri Kulturës. Jo po ni, jo s'po ni, jo po m'lan, jo po shplan, jo po e du, jo po se du, jo po shduku, jo po të du, jo po e puth. Deklaroj në prajmë e kam të dashur, në prajmë deklarove e kam të dashur, dhe të nesër më në thes jemi asgjë. Hajde tani, erdhët ju të dy, me epitete, me sharje, me novka, të më përbalt një mua, as ju bje. Unë di shqip më mirë se ty, dhe Zhulaq është ai që ka zhull për sipër, por gjithsesi ti sërish re në nivelin tënd. Unë aty nuk do të përgjigjem. Ti dim shqip më mirë se unë. Po tani kështu thonë. Kush e thonë? S'ti them do të një nga një. Janë shumë. O i shkret. Që thiri me një stonë. Ore, mos ki merak për mëndjen time ti mu. Jo më kam merak sepse kam merakun asaj vajze. Mos ki merak për mëndjen time ti mu. Merakun asaj vajze, mos e ki është e zonje vetes. Ki merakun e Lorit. E kam merakun asaj. Që qa në prajmë për ty. Ki merakun e Olës. Që pretë të mbarosh me Valbonën të takoj. Po, ti ki ato